Faleminderit, zonja drejtuese së seancës, nderuar koleg, nderuar qytetar, vëllezër e motra që na ndiqni. Është një seancë, ka qenë një seancë shumë e gjatë kjo. E sotmja është një seancë me 20 e ca pika të rendit të ditës. Sa më e gjatë është rendi i ditës, aq më i madh është dëmi që bëjnë. Dhe bëjnë zakonisht në orët e vona të natës kur i vjen ora për të votuar. Ju sigurisht që nuk jeni zgjuar për ta parë se çka ndodhur, kështu që gjithçka kalon në heshtje në qetësi. Ka një element këtu që jemi ne, që përpiqemi të sqarojmë, si në komisionet parlamentare, ashtu dhe në seancë, dhe në fakt them drejtën, themi gjëra që edhe ju i dini. Fjala vjen për marr për seancën e sotme. Aktualisht jemi tek ligji për akcizat në Republikën e Shqipërisë. Çka ka bërë qeveria? Qeveria ka vënë dorën në zemër, qeveri socialiste, siç u than pjesa më e madhe e kolegëve, dhe thotë që në qoftë se shkon çmimi mbi 220 lekë litri i naftës, atëherë do të ulë akcizën e naftës, që është një ndër më të lartat dhe të parësyshmet, siç e kemi argumentuar të gjithë ne. Impakti do të jetë vetëm 9 lekë. Në çmimin e sotëm të naftës janë 420 lekë ato që ju merr qeveria dhe që e ngarkon çmimin e naftës, sipas pavarësisht mënyrave si e quan, taks, tarifë, akciza apo ku diun se çfarë, 420 lekë. Në kohën e Partisë Demokratike ka qenë 7 lekë për litër, e kanë bërë 27 lekë, 3 fishin nuk e quajnë gjë, thotë e keni pasur dhe ju. Thashti, ka qenë 2013 që keni pikërisht këtë rritje. Paguajmë, vendi më i varfër i Evropës, paguajmë çmimin më të lartë naftës në Evropë, po dhe në botë. E kemi më shumë se sa Gjermania, e kemi më shumë se Danimarka, e kemi më shumë se Zvicra. Ministri këtu bënte të paditurin. Nuk e dinte se sa ishte. Është më i larti. Pavarësisht se rrotat e kemi disa fish më të ulta. Po këtu çështja nuk është a ke makina apo s'ke makina, a ke naftë, a ke një mjet për shku për ta mbushur me naftë apo jo. Ju e dini që impakti i saj dhe kursisht e lufta me Iranin dhe bllokimi i ngushtit të Hormuzit vjen tek mishi, tek qumshi, tek gjalpi, tek çdo gjë që transportohet, tregtia, ke çdo produkt ushqimor që transportohet përmes naftës. Dhe sigurisht që tregtari, kur shikon të tilla lëvizje, luhatje, përpiqet të krijojë pak dhjam për vete. Nëse e ka 1, 2, e bën 3, 4 fitimin e tij. Zakonisht futet qeveria, aty ku ka shtet dhe ka qeveri, dhe bën balancën në këtyre gjërave. Nuk i lejon tregtarët të spekulojnë, ashtu sikurse përpiqet që të rishpërndaj të ardhurat që ka krijuar për shkak të kësaj disbalance që shkakton tregu, duke u rishpërndar shtresave në nevojë. E pyetëm ne zëvendësministrin e financave 2 ditë më parë, kur erdhi në komision të ligjeve për të ligjin, ore janë 516 milion lekë thaj që janë mbledhur vetëm 10 ditë, 15 ditë, më shumë. Ka dalë me fitim shteti. Ku i keni destinuar to? Ku do i çoni? Nuk e di tha, po besoj që do të shkojnë tek shtresat në nevojë. Domethënë nuk ka destinacion. Do të thotë se cili prej jush që nuk ushqen dot fëmijët, që ka problem vaktin për secilin prej tyre, secili prej jush 43% juaj, që i keni në uri proteinike fëmijët, nuk do të përfitoni asnjë cent me shumë gjasa nga kjo lëvizje. Dëmi i dytë që bëjnë është ligji për shtetësinë, prap qeveri socialiste. Thonë që përmes lehtësirave do të krijojnë këtë ligji për shtetësinë, do të përpiqen të krijojnë mundësira që njerëz të kësaj bote, me cilësi të veçanta, që duan të bëhen shqiptar, po të mund të bëhen me një herë. Einsteini, po themi. Maradona i futbollit, cili do, Peleja. Dhe për ta bërë këtë, çfarë bëjnë? Krijojnë një agjenci, megjithse e kemi një agjenci që do të grumbullojë këto kërkesa, që do të thotë këta presin një fluks. Einsteinash, Pelesh, Maradonash, apo cili do tjetër të talentuari të kësaj bote që kërkon të bëhet shqiptar. E kuptoni që nuk ka logjik gjithë kjo histori, e kuptoni që pikërisht se krijojnë këtë agjencinë për të i filtruar kërkesat, e kanë pikërisht rikthejnë edhe një herë atë ligjin e famshëm të pasaportave të arta, se nuk na mjaftojnë çunat ton që merren me mall dhe vinë këtu e sjellin parë, shkatrojnë ekonominë reale në bashkëpunim me këta, po jo. Pse të mos vinë çunat e të gjithë botës që i kanë paret me çantë, që janë marrë me mall, të vinë këtu dhe të marrin shtetësinë shqiptare dhe të investojnë këtu.
Dhe më e bukura nga të gjitha, është ligji që e quajnë për shërbimet e besuara, portofoli digital, e thonë ndryshe. Që do të thotë, na përafron dhe më shumë me jetën digitale të BE-s, sepse do të bëjmë edhe antarë shumë shpejt, tani edhe na e kërkoka BE-ja këtë punë. Mi po çfarë bëjmë? Shërbimet e besuara në Republikën e Shqipërisë me këtë ligjin e ri, ja japin as më shumë dhe as më pak se akshit. Është sot i vetmi institucion dhe vetmja strukturë e certifikuar për të kryer funksionet që parashikon ky ligji. Akshi është ajo struktura në varësi direkte të kryeministrit që drejtohej nga zonja Mirlinda Kaçanaj, që sot nuk i themi dot më, ka pak minuta që nuk i themi dot më që është arrestuar. Ka fituar lirin para pak minutash, ka vetëm detyrim paraqitje. Megjithse heronjtë e fëmijëve tanë mbasi ja kërkuan, ja gjetën që nuk jetonte me qera nga halli, por kishte disa vila, disa apartamente dhe disa pasuri që nuk i tregonte dhe i kishte me prestanome. Cila është para një jave që kjo histori. Ja hoqën arrestin nga shtëpisë. Dhe çfarë bëjmë? I japim pikërisht të ardhmen tonë, që hynë deri tashti kjo na i ka mbajtur të dhënat në sensitive. Ju e Deli Iraniani merr e nxjerr online ç'të doj, marrin patronazhistët ç'të duan dhe në fund fare tek zyrat e Ergyes Agasit nga 2 milion bëhet 4, bëhet 5, bëhet 6, 3 milion euro pin vetëm verën. Sa do na kushtojnë kjo? Mirlind Lloku i ri, për 10 vjet ton 700 milion e 447.485 lek. Disa miliona euro, sepse flasin me të reja. Ndërkohë që këtu të gjithne, me këto debate, pikërisht për këto gjëra që dhe ju i dini, shpeshherë edhe i dëgjoni, edhe na ndiqni, na komentoni, na komplimentoni ose jo për ato që themi. Një gjë nuk arrini dot ta dëgjoni. Ne kemi debate me njëri tjetrin. Kemi debate me njëri tjetrin, erdhi 2 herë, 3 herë ka ardhur në komisione parlamentare zoti Bozo duke propozuar ulje të akcizave, ulje të taksave për çlirimin e ekonomisë, për uljen e çmimeve veçanërisht për çmimet e shportës. Janë rrëzuar dhe mes nesh ka pasur një dilemë. Ora çfarë keni ju më vëlla, nuk ndjehet njëri. Rritet nafta askush nuk flet, rritet çmimi domates bëhet sa çmimi kokainës, nuk flet njëri. Rritet veza, rritet mishi, rritet qumshti. Institucionet ndërkombëtare kanë arritur të përcaktojnë faktin që gati gjysma e fëmijëve shqiptar janë në uri proteinike. Që 85%, 87% e buxhetit familjar të një familje shkon për ushqim, s'ka qenë as në kohë Partisë Punës kjo punë. Askush nuk ndjehet. Dhe me të drejtë na thonë, vëlla, ç'a keni o mërbur? Po s'ndjehet më njëri. U bë ajo protesta që kërkoi jashtë partive politike. Por ulën çmimi do në 7 veta. Për 7 veta sigurisht nuk ulet çmimi. Tashti ka një teori që e dëgjoni ju nga këta që marrin pikërisht këto parë që ju a vjedhin ju. I dëgjoni në Prime, në për televizionet e këtyne, që ju thonë që unë nuk frymëzoj. Në fakt, po, është e vërtet kam konkurrencë të madhe. As kam pretenduar kur të ngjall interesin tuaj sa që ngjall Big Brother VIP Albania, Ferma VIP përputhen, Big Brother VIP Kosova, Love Story, ose kur s'janë këto, është o në nga këto serialet me indian, o me turq, o me otoman, me kujtun se qash, sigurisht jo. Sigurisht që këto që unë ju thash, nuk janë gjëra që frymëzojnë përkundër, janë gjëra dramatike që duhen në një farë mënyrë ti largohesh, por ka një problem. Burri që nuk reagon, kur nuk ka t'i japi bukë fëmijës vet, nuk i mungon frymëzimi, mungon fryma. Ka vdek. Hajde t'ju tregojmë që jemi gjallë, hajde t'ju tregojmë që nuk e marrin dot bukën e fëmijëve tanë. Big Brotheri, Ferma VIP dhe çdo lloj spektakli që këta e prodhojnë dhe e financojnë, që ti të flesh gjumi i qetë, pavarësisht se fëmia nuk ka ngrënë bukë, pret dhe për nesër. Data është nesër, ora është 7, është kryeministria e vendit. Hajde të çohemi gjithë bashkë, pak të tulim çmimin e naftës dhe pastaj ndahemi prapë politikisht. A ishin të mirë kooperativat dhe Partia Punës apo jo? Ju falenderoj.